Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa lahu al-hamdu fi al-akhirah wa huwa al-hakimu al-khabir ya'lamu ma yaliju fi al-ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimu al-ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد جث falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xjalaluhu. Salavat dhe selamet ja përcjellim profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, pasi që jemi në një sezon shumë të çmuar dhe të nderuar e të vlefshme dhe gjendemi në ditët të cilët Allahu xhalla xjalaluhu I ka çmuar dhe I ka vlerësuar, jemi në një kohë e cila është nga kohrat e dalluara të Allahu xhalla xjalaluhu, që janë me të vërtetë dita të zgjedhura dhe është në muajin e zgjedhur, në muajin e shenjtë të Allahu xhalla xjalaluhu Dhul Hijja, që janë me të vërtetë dita ku në to bëhen vepra të mëdha shumë, e veçanërisht që na vetëm jemi pra afër një ibadetit të madh, një adhurimit të madh, I cili kryhet nga muslimanët, e padyshim se për ata të cilët nuk janë në haxh, për ata të cilët nuk janë në vendin e shenjtë atje për ta kryer këtë obligim të madh të Allahut xhalla xjalaluhu, është dhe një adhurim me të cilën besimtarët afrohen me ta te Allahu xhalla xjalaluhu dhe shprehin sakrificën e tyre dhe devotshmërinë e tyre të cilën ato dëshirojnë që të afrohen te Allahu xhalla xjalaluhu, e ajo është therrja e kurbanit në ditët e Kurban Bayramit. Na mormi leje që do të ndërpresmi dersin pra sot nga ajo e cila është e zakon që folim për shitblerjen dhe tregtin, që të njoftohemi pak dhe shkurt me disa nga këto adhurime me të cilën ky është një adhurim I veçantë I Allahut xhalla xjalaluhu në këtë kohë të veçantë, e cila bëhet pra therrja e kurbanit, që është me të vërtetë një adhurim që është simbol I devotshmërisë, I afrimit te Allahu xhalla xjalaluhu dhe I sakrificës së muslimanëve të cilët bëjnë për Allahun xhalla xjalaluhu. Por padyshim se si çdo adhurim I cili I ka kushtet e veta, I ka kufit e veta dhe I ka rregullat e veta, edhe ky adhurim I posedon rregullat e veta, përcaktimet e veta edhe kushtet e veta. E na të folmi kemi folur shumë o vëllezër dhe në derset e kaluara që mund të I gjeni në rrjetet sociale, për të ndëgjuar që kemi folur gjërësisht për kushtet e pranimit të një kurbani të pranuar, vlerësimi I tyre kështu me radhë, por pyetjet e shumta të muslimanëve që bëhen pra në këto dita janë se cilët janë ata kurbana të cilët nuk pranohen. Na do të flasmi shkurt për kurbanat të cilët nuk pranohen te Allahu xhalla xjalaluhu, edhe nuk janë të vlefshëm dhe nuk janë valid, që të dim qartë dhe shkurt se besimtari duhet të ditur
disa nga këto rregulla për të kryer këtë obligim madhor të Allahu xhelle xhelaluhu, për arsye se me to afrohesh te Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe kjo është shenja e arritjes së devotshmërisë që Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an na tregoi se nuk është cili vetëm i derdhjes së gjakut, por cili është i arritjes së devotshmërisë që arrin robi me atë vepër dhe afrimin që arrin te Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu në Kur'an tha: "Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tha Allahu xhelle xhelaluhu nuk arrin as mishi i atij kurbanit, të cilën ti e thirrë, as gjaku, por çka arrin te Allahu xhelle xhelaluhu? Arrin devotshmëria e juaj, të cilën ju me atë adhurim e shprehni devotshmërinë, edhe se është një sakrificë të cilën e bën njeriu për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. E padyshim se janë disa rregulla në të cilët na duhet ditur se çka nuk bën për të qenë i vlefshëm ai kurban. Edhe se si çdo adhurim duhet bazuar, që bazohet pra në Kur'an dhe në Sunnet dhe në fjalët e shpjegimit të dietarëve të mëdhenj, gjithashtu pra besimtari duhet të kthehet edhe në këto burime të Kur'anit, të Sunnetit, edhe të konsenzimit të dietarëve të ummetit sipas shpjegimit të ehli Sunnetit, të cilën e kanë shpjeguar, për arsye se në to e gjejmë pra udhërofimin e drejtë që na këtë adhurim të paraqesim para Allahut xhelle xhelaluhu. Pra dietarët të vëllezër na treguan se kurbani i cili nuk është i vlefshëm dhe nuk është i pranuar është ai kurbani i cili nuk është nga behimetul en'am, nuk është nga kafshët shtëpiake, kafshët e buta, të cilët pra dietarët i llogaritën ashtu sikur që i përmendi Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, tha: "Walikulli ummetin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Tha Allahu xhelle xhelaluhu, çdo ummetit na ja kemi caktuar vend therrjet e tyre për të therrur kurban, që të therrin dhe të përmendin Allahun xhelle xhelaluhu. Edhe pastaj tha Allahu xhelle xhelaluhu, ta përmendin Allahun xhelle xhelaluhu kur ata të therrin nga behimetul en'am. Të jetë behimetul en'am, dietarët i shpjeguan se janë pra kafshët e buta shtëpiake, devet, lopët, dhent dhe dhit. Dhe këto në të dy llojet e tyre, pra mashkull dhe femër. Nga devet, lopët, dhent dhe dhit. Gjithashtu pra futet dhe bullica e cila i ngjan pra, domethënë është nga lloji i lopës. Ky është mendimi i shumicës së dietarëve të cilët futen në ta, derisa Ibn Hazmi rahimullah nga mëdhhebi dhahiri shkuan në atë se çdo kafsh që i hahet mishi. Por ajo që janë tubimit të dietarëve, duhet ditur se kurbani i pranuar pra nuk është ai i cili është nga behimetul en'am, nga kafshët e buta shtëpiake. Nëse nuk është, atëherë ky kurban pra nuk pranohet. Gjithashtu, vëllezër, padyshim se besimtari mundohet që ta therr kurbanin më të mirin, të cilën ai dhe mundësinë më së miri që e ka ai për të afruar te Allahu xhelle xhelaluhu, duke qenë sa më i kompletuar kurbani i tij, se ti je duke bërë një sakrificë për Allahun xhelle xhelaluhu. E nuk shikohet sakrificën të cilën e bën për Allahun xhelle xhelaluhu që ti ta paraqesësh atë më të keqin të cilën ti e gjen. Nëse ta kishte kërkuar dikush që është i çmuar dhe ndonjë udhëheqës i një vendi apo ndonjë kryetar apo ndonjë mbret, ti do t'i dhurojsh hedijet më të shtrenjta dhe më të përgatitura. A nëse është çështje për të Allahu xhelle xhelaluhu, se ti këtë kurban e bën për hir të Allahu xhelle xhelaluhu, e të shikojsh ato e cila është më e keqja, më e dobta, atëherë me të vërtetë se është një defekt në devotshmërinë tënde që nuk e madhëron ritualin e Allahut xhelle xhelaluhu. Se Allahu xhelle xhelaluhu e bëri kusht madhërimin e ritualeve të Allahut xhelle xhelaluhu, kush e bën këtë është nga shenja e devotshmërisë së zemrës. Allahu në Kur'an tha: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Ta kjo është për arsye se ata të cilët i madhërojnë ritet e Allahut xhelle xhelaluhu,
Tha është nga devotshmëria e zemrës. Shenja e devotshmërisë së zemrës që ti ta madhërosh këtë adhurim, e ta çmësh e ta vlerësosh këtë adhurim. Pra tham që të jetë nga ato të cilët janë kafshët shtëpijake që llogariten. Pra lop, deve tëna nuk janë, por janë dhënë dhe dhit dhe lopët, kjo pjesa prej tyre mashkull dhe femër. Të dy prej tyre dhe me thënë bën edhe janë valide për kurban. E pastaj kurbanat të cilët nuk janë të vlefshëm për kurban, janë ata të cilët nuk i kanë arritur vitet e përcaktuara sheriatikisht, të cilët i kanë caktuar dietarët dhe sheriati islam nëpërmjet haditheve të pejgamberit sallam, që i kanë caktuar vitet e kufizuara që duhet të ja arrin kurban. Po nuk i arriti ato vite, nuk është kurbani i pranuar. E padyshim se ju ato i dini, po vetëm për kujtesë, te devja është që të i ketë të mbushur 5 vite. Ndër 5 vitet nuk pranohet ai kurban. Pastaj te kafshët e rritura, pra te lopa, te mashkulli, pra i lopës, demi e kështu me radhë, duhet që të i ketë 2 vite të mbushura. Nën 2 vitet nuk pranohet kurban. Te 10 duhet të i ketë të mbushura 1 vjet. Po nuk i ka mbushur 1 vjet, nuk pranohet ai kurban. Ndryshon pra te dhënë, më e mira që të jetë 1 vjet, por a pranohet kurbani te dhënë nëse i ka 6 muaj, kushti është që të i ketë të mbushura 6 muaj. Pra ajo dele, e cila i ka të mbushura 6 muaj, ajo vlen për kurban. Që nuk i ka të mbushura 6 muaj, nuk vlen për kurban. Hadithin sa i Muslim e kemi cekur, pra ndeset e tjera mund të kthehej te derset të cilët i kemi shpjeguar atje më gjërësisht. Pra duhet ditur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lejuar therjen e deleve e cila i ka mbushur 6 muaj. Pra nën 6 muajin nuk pranohet për kurban. Pra mo nuk duhet besimtari që të mohon një gjë të tillë të thotë po kjo është kinç, kjo është kështu, kjo është ashtu, por derisa i ka mbushur gjysmëviti, ajo pranohet për kurban. Problemi është te ajo që na flasmi kurbanat të cilët nuk pranohen dhe nuk janë të vlefshëm dhe nuk janë valid, cilët janë të saktë, pra duhet të i ketë delja mbi 6 muaj, 1 vjet, 10, 1 vjet të mbushura, lopët 2 vjet të mbushura dhe devet 5 vjet të mbushura. Pastaj o vëllezër, duhet që të jetë kurbani i cili i ka këto tometa, janë disa tometa me defekte të cilët dietarët janë të bashkuar në ato defekte që po i pat nuk pranohet ai kurban. Edhe këtu duhet pasur kujdes shumë. Ndëgjoni këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe keni ndëgjuar shumë herë dhe bëhet ndoshta polemik te njerëzit, po e pat kështu, po ke pa kështu. Këto 4 tometat nëse i ka nuk pranohet ai kurban. A është e qartë? Atëherë pro, hadithin e transmeton Abu Davudi, Imam Nesaiu, Tirmidhiu dhe Ibn Majah nga Ubejd ibn Fejruz, i cili thase e kam pyetur Bara ibn Azibin radhiyallahu anhu, cilët janë ata kurbanat të cilët nuk pranohen dhe nuk vlejnë ato kurbana edhe nëse e pret. Atëherë Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ngriti dorën e tij me këto 4 gishtat dhe tha është ngritur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në mesin ton, tha dhe ai ngriti dorën e tij pra me gishtat e tij, tha gishtat e mia janë më të vegjël se gishtat e tij dhe majet e gishtave të mia janë shumë më të vegjël se majet e gishtave të tij. Dhe na i ceku, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi anil adahi. Tha 4 lloj kurbanësh apo 4 janë nga ata kurbanat të cilët nuk janë valide, nuk janë të saktë dhe nuk vlen për kurban. Pastaj e ceku. Nëse janë këto 4 tometa, e para tha el awra'u bayyinun awruha. Ai kurban i cili është i verbër, që e ka të qartë verbsinë e tij. Te na i thojmë që është qartë, që duket qartë se është qarë ai kurban. Ke që ka lindur qërë, ke që e ka dëmtuar syrin pastaj dhe ju është bërë qërë, apo që e ka të zbardhur qërë, ky kurban
nuk vlen në të cilën janë bashkuar dietarët. Pra e para prej tëmetave duhet ditur se ajo që është qërr nuk vlen. Pastaj, tha wal maridatu bayyinun maraduha. Tha ajo e sëmura e cila është e qartë, shihet qartë sëmundja e saj. Pra që është e sëmur dhe shihet qartë sëmundja e saj, këto të cilët janë të qarta nuk vlen për kurban. Gjithashtu pastaj, tha wal arja'u bayyinun dal'uha. Tha dhe ajo e cila çalon, ajo që shkepon, të ne thome ajo që shkepon, delja apo ajo kafsh e cila shkepon, ajo që çalon, pra ajo nuk vlen, që është e qartë shkepimi i saj. Dietarët e shpjeguan, thanë që shkepon ajo, që çalon, pra deri në atë moment që nuk mund të arrin tufën e saj. Me thonë e ka atë defekt që shkepon, nuk mund të arrin tufën e saj, ajo nuk vlen për kurban. Pastaj tha, wal kesiru leti la tunaqi, apo me një transmetim tjetër tha, wal ajfa'u leti la tunaqi. Cila është ky lloj kurbani që nuk vlen, pra e katra, tha është ajo e cila është e dubsuar shumë. Ajo që është kac e likur, që nuk ka dhe palës të nxjerrëshme prej saj, që është shumë e dobët, që dallohet pra nga gjitha bagëtit, dallohet ky kurban nga dobësia të cilën e ka, është kac e likur, nuk ka të ajo asnjë send. Pra këto janë ato 4 defekte të vëllezër, të cilët nëse gjenden të një kurban nuk vlen me pajtimin e dietarëve. Tha Imam Nevaviu rahimullah, ta dietarët janë të bashkuar që ai kurban që i posedon këto 4 nuk vlen për kurban. Këto 4 defekte. Jashtë këtyre, tha Khattabiu rahimullah, tha dietarët pastaj ato të cilët janë pak nga këto të jashtë këtyre, të cilët janë pak, se pejgamberi Allahut këtu e cilësoi në hadith tha bejin, për secilin defekt, për secilin tëmet tha që është e qartë defekti i saj, që është e qartë verbësia e saj, që është e qartë dobësia e saj, që është e qartë çalimi i saj dhe e smurja e saj, pra në ato të cilët nuk janë shumë të qarta, falet dhe vlen për kurban. E qartësoi pejgamberi sallallahu. Pse? Se në këtë hadith nësë qartësohet ashtu, gjithashtu vëllezër, që ky Ubejd ibn Fejruzi i thash Bera ibn Azibit, kur mi ceku këto 4 tëmetat që gjendet të një kurban nuk vlen, i thash, po une e urrej që të ketë mangësi në vite, e urrej me një transmetim tjetër, tha që të ketë mangësi në vesh, e të ketë në mangësi në brinin e saj. A e dini si ju përgjish sahabiju i ndershëm Bera ibn Azib radhiyallahu anhu, i tha kështu, nëse ti urrejn nga kurbanit të cilët këto jashtë këtyre të cilët u ceku, nëse ti urrejn, tha leje për ty me rat më të mirën, wala tuharrimhu ala ahad. Mos ja bën haram tjetrit kuje që ti thosh se kije kurbanin tamam, nuk është në rregull, nuk bën se kije, ti nëse i rrejn disa tëmeta të cilët janë të lehta dhe nuk janë të qarta ato dëmet e saja, nëse ti i urrejn shkon e merr më të mirin dhe më të plotin, padyshim se kjo është më e preferuara, por mos ja ndalo, mos e privo, mos ja bën haram atij tjetrit, se ka marrur i jashtë këtyre tëmetave të cilët janë të qarta, të cilët ceku. Pastaj janë disa tëmeta në të cilët polemizuan dietarët në të vëllezër, sikur që është për shembull kputja e veshit ose thyrja e brinit, e kështu me radhë, në to polemizuan dietarët, në të cilën pra nëse është briri i thyer, nëse është më poshtë prej gjysës, në to një pjesë e madhe dietarëve shkuan dhe thanë që nuk vlen, nëse e ka veshin e kputur, nëse e ka hundën e kputur, në to shkuan shumica që nuk vlen, dhe me thonë që cilët duken të metat e saja për shembull të qarta, nëse e ka bishtin e kputur, në to polemizuan një pjesë e dietarëve të cilët shkuan në to që nuk vlen, pra me ju ikur këtyre të metave në kurban, është më e pastër dhe më e mira, por këto 4 janë në ato të cilët janë pajtuar dietarët, pra verbësin që e ka të qartë verbësia e saj, e sëmura që është e qartë sëmundja e saj, ajo që çalon pra shkepimi i cili është i qartë që shkepon ajo kafsh, ai kurban, edhe gjithashtu ajo që është shumë e dobët, edhe është të na i thumi e zaif, pra që është shumë e dobët, edhe që është, dhe me thonë,
e lisht shumë, atëherë pra këto janë ata të cilat nuk vlen për kurban, për ndryshe të tjerat vlen inshallah të gjitha aq sipas mundësisë që i ka besimtari, i cili duhet që ai mos ta anashkalon këtë adhurim dhe me këtë vepër që afrohet te Allahu xhelle xhelalu. Nëse nuk ki mundësi ti që ta thirrësh vet, atëherë elhamdulillah që Allahu xhelle xhelalu ka lënë mundësi të tjerë të cilët thirrin për ty, që ti vetëm e bën niyetin tënd edhe mundohesh që të arrish me të vepër me të cilën arrin te Allahu xhelle xhelaluhu, që është për qëllim një adhurim që është simbol i devotshmërisë së besimtarit, është përkushtim, është afrim edhe është sakrificë e madhe të cilën do të bëhet në këtë ditë në vijim. Lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu të na mundëson arritjen e këtyre ditëve, edhe t'ju mundëson çdo muslimani i cili ai nuk ka therrur kurban që të therrë kurban për it Allahu xhelle xhelalu, dhe ato të cilët do të therrin Allahu xhelle xhelaluhu jau pranoft kurbanat e tyre dhe veprat e mira të tyre. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.